Zgjoheni nga gjumi me dhimbje koke, ja përse ndodh kjo dhe çfarë duhet të bëni. Apnea e gjumit është një çrregullim i gjumit që karakterizohet nga një ndërprerje shkurtër e frymëmarrjes gjatë gjumit që mund të zgjasë disa sekonda. Gjatë apnes, truri ka nevojë për më shumë oksigjen dhe nëse nuk merr oksigjen, mundet të përjetoni dhimbje koke. Mungesa e gjumit. Ekspertët rekomandojnë 6 deri në 8 orë gjumë çdo natë. Nëse e keni injoruar këtë udhëzim, atëherë nuk është as pak e çuditshme të zgjoheni me një dhimbje koke. Mundohuni të shkoni në shtrat më herët dhe ndoshta problemi juaj do të zgjidhet. Jeni dehidratuar. Ju ka ndodhur të zgjoheni me dhimbje koke pas një nate, kur keni konsumuar disa gota verë. Kjo ndodh pasi alkooli përmban etanol, i cili shkakton dehidrim në trup dhe më pas shkakton dhimbje koke. Shtrëngimi i dhëmbëve. Shumë njerëz ju ndodh të shtrëngojnë dhëmbët në gjumë. Lëvizja e mjekrës shkakton tension, gjë që më pas shndërrohet në dhimbje koke kur zgjoheni në mëngjes.